Kushdo thoshte se sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton kishte një udhtim të mbar në lindjen e mesme. Ndoshta nuk ju shkon mendja në këtë gjë. Diplomatja amerikane mori në thunë aeroplan në fund të ditës gjatë vizitës së saj në Yemen. Por Hillary Clinton nuk është e vetmja diplomate e cila ka hasë në një aksident të tillë. Për sekretarin amerikane të shtetit, ky ishte një udhtim i huaj dhe me një lëndim të lehtë. Ndimësit e saj thonë se ajo ishte mirë, në krahasim me herën e kaluar, kur në shtëpinë e bardhë, ajo ra dhe e theu pjesën e poshtme të shputës së këmbës së saj. Ajo dukej si e plagosur përderisa bisedonin për formësimin e politikës së jashtme. Ajo kishte eksperiencë në hyrjet dhe daljet nga aeroplani. Të gjithë presidentët e kanë stilin e tyre të ecjes. Obama preferon të vrapoj dhe të shkundët përderisa hyn në aeroplan. Bill Clinton ishte më i qetë dhe më i ngadalshëm gjatë ecjes. Dhe George Bush her pas here godiste derën e aeroplanit. Diçka që Gerald Ford duhej ta ketë bërë është rënja e tij pas aterimit në Austri, ku ishte shoqëruar me efekte zëri. Dhe kjo mund të shihet edhe në YouTube. Jo vetëm zyrtarëve amerikanë ju ndodhin aksidente të tilla. Presidenti francez Nicolas Sarkozy mezi menaxhonte qëndrimin e tij në këmbë, ndërsa presidenti Obama nuk kishte humbur këmbën e tij, por BlackBerryn e tij përderisa vraponte në shkallët e aeroplanit. Ai gjithashtu goditi me kokë derën përderisa hynte në helikopterin presidencial. Edhe presidenti Bush e ka goditur më shumë se një herë, ndërsa zonja Michelle Obama ka pas rastin të godas kokën e saj në Air Force One. Edhe kafshët shtëpiake presidenciale e din mirë se sa duhet të besojnë hapave gjatë hyrjes ose daljes në aeroplan. Ndërsa presidenti Bush është dashur t'i tregojë ekipit të tij që të kthehen pas tij, pasi ai është harruar në shkallët e aeroplanit, ndërsa ai mbeti i habitur kur Air Force One u largua pa të. Edhe pse ra nga shkallët, Bush pësoi vetëm avjosjet e vogla.